Mirë se erdhët të dashur Luan në Letrat Rrëfejnë. Jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur Luan, jo çdo hap përpara bëhet me shpejtësi. Ndonjëherë rritja fillon kur lë pas versionin e vjetër të vetes dhe zgjedh me vetdije njeriun që dëshiron të bëhesh vërtet. Ky është në fakt një lexim shumë i bukur, Luan, sepse nuk flet për fat të rastësishëm, flet për zhvillim, për pjekuri, për zgjedhjet. Çdo letër ndërtohet mbi tjetrën dhe të çon drejt një mesazhi të vetëm. E ardhmja jote nuk do të varet nga ajo që ke qenë deri sot, por nga vendimet që merr këtë javë, Luani. Po fillojmë me letrën e parë, fillimi i një rruge të re. Jeni nisur diku, mund të jetë vetëm në mendje. Java hapet me energjinë e lëvizjes. Kjo letër tregon se shumë prej jush nuk ndihen më rehat aty ku janë. Mund të jetë punë, një mënyrë jetesës, një marrëdhënie, apo edhe mënyra si e kalon çdo ditë. Është e ndjesia kur zgjohesh në mëngjes dhe mendon, duhet të ndryshoj diçka. Disa Luan mund të mendojnë për një punë të re. Të tjerët mund të duan të fillojnë një kurs, të hapin një biznes të vogël, ose të provojnë diçka që kanë shtyrë prej muajsh. Edhe në dashuri mund të jetë fillim i një faze të re, ndoshta vendos të mos presësh më që gjithmonë tjetrit të bëj hapjen e parë, ose ndoshta vendos ta mbyllësh një histori që nuk po të qon askund. Por kjo letër ka dhe një paralajmërim. Mos e merr valizhen me zakonet e vjetra në rrugën e re, Luani, sepse nuk ka kuptim të ndryshosh adresën nëse sillesh njësoj si dje. Pyet veten, çfarë duhet të lë pas që të ecë më lirshëm? Kemi fëmijën këtu? Kjo është një letër shumë e bukur, sepse flet për pjesën më të pastër të njerëzit. Për fëmijën brenda teje. Kur ishte hera e fundit që qeshe pa arsye? Kur ishte hera e fundit që bëre diçka vetëm sepse të bënte qejfin? Ka shumë Luan që janë bërë aq serioz, aq të zënë me përgjegjësi sa kanë harruar të jetojnë. Nëse ke fëmijë, kjo letër të fton të kalosh më shumë kohë me ta. Ata nuk kanë nevojë për dhurata të shtrejta, kanë nevojë për praninë tënde. Nëse nuk ke fëmijë, kjo letër të kujton të mos e humbasësh kurreshtjen. Mos mëso diçka të re, vizitoj një vend të ri, bëj një shëtitje pa telefon, qesh me një mik, sepse një njeri nuk plaket kur i shtohen vitet. Plaket kur pushon së mahnituri. Disiplina, kjo është letra që zbret pak këmbët, që ta zbret pak këmbën nga gazi, ta heq. Ëndrat janë të bukura, por rezultatet nuk ndërtohen vetëm me entuziazëm. Nëse dëshiron trup më të shëndetshëm, duhet disiplinë. Nëse dëshiron më shumë para, duhet organizim. Nëse dëshiron një marrëdhënie të mirë, duhet përkushtim. Shumë njerëz presin motivimin, por motivimi vjen e ikën. Disiplina është ajo që mbetet aty. Kjo javë të kërkon të vendosësh rregull, pra, mos e shty gjithmonë për nesër. Mos thuaj do ta bëj kur të kem kohë. Koha nuk gjendet. Koha krijohet. Edhe një hap të vogël çdo ditë është më i vlefshëm se një shpërthim energjie një herë në muaj. Dia, të dashur Luani. Kjo letër më pëlqen shumë sepse flet për një investim që askush nuk ta merr dot. Njohurinë, diturinë. Ndoshta dikush do të japë një këshill që do të vlejë më shumë se 1000 euro, ta them më shumë. Ndoshta lexon një libër që të ndryshon mënyrën e të menduarit. Ndoshta një bisedë me dikë më përvojë të hap syt. Mos e nënvlerëso fuqinë e të mësuarit. Edhe në punë, mos mendo se i di të gjitha. Njerëzit që ecin më shumë në jetë nuk janë ata që dinë gjithçka. Janë ata që nuk ndalojnë kurrë së mësuari. Madje edhe një kritik këtë javë mund të ndihmojë më shumë se 10 komplimente. Mbani mend. Mbretëresha e tokës. Kjo është letra e stabilitetit. Ajo të pyet,
apo kujdesesh për jetën tënde, apo vetëm po vrapon pasaj. Shiko shtëpinë, shiko financat, shiko ushqimin, shiko gjumin, shiko njerëzit që ke pranë. Shumë herë kërkojmë sukses të madh dhe harrojmë gjërat e vogla që mbajnë jetën në këmbë. Nëse ke lënë pas dore shëndetin, kjo javë është ideale për të rifilluar ndryshime të vogla. Nëse ke shpenzuar pa plan, është momenti të organizosh financat. Në dashuri, kjo letër flet për njerëz që të japin siguri, jo dramë. Mos u mahnit vetëm nga ata që flasin bukur. Të janë gjithë shembuj. Shiko ata që janë aty dhe kur nuk e ditë më të mirën, që kanë qenë gjithmonë aty, ata vlejnë më shumë. Dhe letra 0 të dashur, choice, zgjedhja. Leximi mbyllet me një nga letrat më të rëndësishme, sepse në fund të javës mund të përballesh me një zgjedhje. Ndoshta në mes të dy punëve, mes të dy njerëzve, mes rehatisë dhe rrezikut, mes së kaluarës dhe të së ardhmes, por ka diçka që kjo letër përsërit. Mos zgjidh vetëm atë që duket e lehtë apo më e lehtë. Zgjidh atë që të afron me njeriun që dëshiron të bëhesh, sepse ndonjëherë rruga më e vështirë është ajo që të jep jetën që ke ndruar. Dhe rruga më e lehtë është ajo që të lë një në të njëjtin vend. Mos lejo që frika të marrë vendim për ty. Le ta marrë ndërgjegjja. Të dashur Luan, kjo javë nuk të kërkon të jesh më i forti, të kërkon të jesh më i mençuri. Ki guxim të fillosh diçka të re, por mos harro disiplinën që e mban gjallë atë fillim. Ruaje fëmijën brenda vetes, sepse ai të kujton të gëzohesh edhe për gjërat e vogla. Investo tek dija, sepse ajo të hap dyert që forca nuk i hap dot. Ndërton një jetë të qëndrueshme, jo vetëm me një sukses të përkohshëm. Dhe kur të vi momenti për të zgjedhur, mos pyet veten çfarë është më e lehtë. Pyet veten, cili vendim do më bëj krenar për veten pas një viti. Kjo është përgjigjja.